Sot do të eksplorojmë fortesat që dominuan peizazhin e Evropës mesjetare, struktura guri dhe inxhinierie që përfaqësonin pushtetin absolut në një epokë konfliktesh të vazhdueshme. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Imagjinoni një peizazh evropian në shekullin e 9. Perandoria e madhe karolinge, e ngritur nën vizionin e Carlos Magno, fillon të shpërbëhet. Uniteti që kishte mbajtur së bashku tokat që sot i njohim si Franca, Gjermania, Italia e Veriut dhe pjesë të Evropës lindore, tretet si mjegulla në diellin e mëngjesit. Pushteti qendror avullon dhe në vend të tij shfaqet diçka krejtësisht tjetër, një fragmentim i territoreve të kontrolluara nga zotërinj lokal, secili duke luftuar për të mbajtur autoritetin e tij mbi tokat që pretendonte si të tija. Është në këtë skenë paqëndrueshmërie që lind një nga strukturat më ikonike të historisë njerëzore. Jo si një monument mburjeje, por si një përgjigje e dëshpëruar ndaj një pyetjeje themelore, si ta mbrosh atë që është jotja kur nuk ekziston më askush tjetër për ta bërë këtë për ty. Zotërinjt e parë feudal përballeshin me kërcënime që vinin nga të gjitha drejtimet. Nga lindja, magjarët kaleronin në inkursione shkatëruese. Nga jugu, forcat muslimane bënin presion mbi kufit e krishtërimit. Dhe nga veriu, vikingët e frikshëm zbritnin me anijet e tyre me bashkë të lartë, duke lënë pas një gjurmë shkatërimi kudo që kalonin. Nuk kishte ushtri perandorake për të thirrur, nuk kishte forca të centralizuara të gatshme për të mbrojtur territoret. Çdo fisnik ishte lënë në mëshirë të fatit. Zgjidhja fillestare ishte sa e thjesht aq edhe gjeniale. Kështjellat e para evropiane, të ndërtuara që nga shekulli i 10, ndiqnin një dizajn të njohur si mota e ptio. Bëhej fjalë për një ndërtim relativisht modest, një kodër dhe u ngritur artificialisht, e quajtur mota, mbi të cilën ngrihej një kull druri. Rreth dhe poshtë kësaj lartësie, një ptio i rrethuar nga një gardh trungujsh ofronte hapësirë për banorët, kafshët dhe furnizimet bazë. Këto struktura primitive mund të ndërtoheshin shpejt, ndonjëherë brenda pak javësh. Druri ishte i disponueshëm me bollëk në pyjet evropiane, dhe krahët e punës së servëve garantonin mjaftueshëm forcë për të ngritur kodrat e dheu. Kur një kërcënim afrohej, popullsia lokale mund të strehojë në ption e rrethuar dhe nëse situata bëhej e dëshpëruar, mbrojtësit mund të tërhiqeshin në kullën e lartë, duke djegur urat ose shkallët pas tyre. Megjithatë, druri sillte me vete një cenueshmëri fatale. Zjarri ishte armiku konstant i këtyre fortifikimeve të para, dhe sulmuesit shpejt mësuan se shigjetat ndesëse mund të bënin punën që një sulm i drejt për drejt nuk mund ta bënte. Përveç kësaj, druri kalbej dhe thjesht nuk u rezistonte predhave gjithnjë e më të rënda të përdorura në rrethime. Transformimi erdhi gradualisht, i nxitur aq sa nga nevoja, aq edhe nga disponueshmëria e burimeve. Zotërinjt më të pasur filluan të zëvendësonin gardet e tyre prej druri me mure guri. Kullat qendrore u rindërtuan me muraturë të fortë. Ky proces i petrifikimit, siç e quajnë disa historianë, nuk ndodhi brenda natës. Në shumë raste, u deshën breza që një kështjell druri të shndërrohej plotësisht në një fortesë guri. Ndërtuesit normand të shekullit të 11 dhe fillimit të 12 ishin veçanërisht me ndikim në këtë evolucion. Kur Guillerme o Conquistador pushtoi Anglinë në vitin 1066, ai solli me vete jo vetëm luftëtar, por edhe një traditë të ndërtimit të kështjellave që do të transformonte peizazhin britanik. Normandët ndërtonin për të frikësuar, po aq sa edhe për të mbrojtur. Kullat e tyre qendrore masive, të njohura si donjes, dominonin horizontin si deklarata të pushtetit të pakontestueshëm. Donjo përfaqësonte zemrën e kështjellës normande. Ishte njëkohësisht rezidenca e zotërisë, qendra administrative e feudit, depoja e pasurive dhe streha e fundit në rast rrethimi. Muret e saj mund të ishin më shumë se 3 metra të trashë në bazë, duke u ngushtuar paksa ndërsa ngjiteshin. Dritaret ishin të ngushta dhe të pozicionuara lart mbi tokë, duke e bërë ngjitjen praktikisht të pamundur. Hyrja e donjos zakonisht ndodhej në katin e parë, e aksesueshme vetëm përmes një shkallë të jashtme që mund të shkatërrohej ose të mblidhej në raste urgjence. Disa donjes kishin një strukturë shtesë që mbronte këtë hyrje, një lloj parahyrjeje fortifikuar ku çdo sulmues që arrinte deri aty do të duhej të përballej ende me më shumë porta të përforcuara dhe mbrojtës të pozicionuar mirë përpara se të depërtonte në ndërtesën kryesore. Në brendësi, katet ishin të radhitura sipas një logjike që kombinonte praktikën me sigurinë.
Niveli më i ulët, shpesh gjysmë i groposur, shërbente si depo për drithëra, verë, mish të kripur dhe furnizime të tjera të nevojshme për të mbijetuar një rrethimi të gjallë. Disa donjes posedonin puset të tyre në këtë nivel, duke garantuar akses në ujë të freskët edhe kur ishin plotësisht të izoluar nga bota e jashtme. Mbi depo ndodhej salo i madh, hapësira me rëndësinë më të madhe sociale të kështjellës. Atje zotëria kryente punët e tij, pranonte homazhet e vasalëve të tij, administronte drejtësinë mbi nënshtetasit e tij dhe organizonte bankete për aleatët dhe të ftuarit e nderit. Ishte një hapësirë e projektuar për të impresionuar, po aq sa edhe për të funksionuar, me tavan të lartë, oxhaqe masive dhe, në kështjella më të përpunuara, dekorim që pasqyronte pasurinë dhe shijen e pronarit. Katet e sipërme strehonin dhomat private të familjes zotërore. Solari, siç quhej dhoma kryesore, ofronte një shkallë komoditeti dhe privatësie të rrallë në epokën mesjetare. Kishte gjithashtu dhoma për mysafir të rëndësishëm, kapela private ku familja mund të merrte pjesë në shërbesat fetare pa u përzier me shërbëtorët, dhe guardarobas, dhoma të vogla që shërbenin njëkohësisht si dollap dhe tualete primitive. Shkallët që lidhnin këto nivele ishin projektuar me mbrojtjen në mendje. Në shumicën e donjes, ato rrotulloheshin në drejtim të akrepave të orës gjatë ngjitjes. Kjo zgjedhje në dukje arbitrare kishte një arsye ushtarake të saktë, një mbrojtës që zbriste shkallët me supozimin se ishte djathtas si shumica e popullsisë, do ta kishte krahun e shpatës të lirë për të goditur, ndërsa një sulmues që ngjitej do ta gjente armën e tij vazhdimisht të bllokuar nga kolona qendrore. Ishte një avantazh i vogël, por potencialisht vendimtar në luftimet trup me trup që karakterizonin luftën mesjetare. Në maj të donjos, bedenat dhe vendkalimet ofronin linjën e fundit të mbrojtjes, përveç pikave të vëzhgimit të pakrahasueshme mbi territoret rrethuese. Prej andej, rojet mund të dallonin afrimet armiqësore me orë të tëra përpara, duke u dhënë kohë banorëve të përgatiteshin për luftim ose të kërkonin strehim brenda mureve. Megjithatë, donjoja e izoluar shpejt u tregua e pamjaftueshme përballë taktikave të rrethimit gjithnjë e më të sofistikuara. Sulmuesit e shekullit të 12 tashmë përdornin një larmi makinash lufte të afta për të shkaktuar dëme domethënëse edhe në strukturat e gurt masiv. Arijetes të mbrojtur nga mbulesa druri mund të goditnin vazhdimisht portat dhe muret derisa ato të lëshonin. Torres dhe Cerco u lejonin sulmuesve të ngjitnin muret pa cenueshmërinë e shkallëve të thjeshta. Dhe catapultas të dizajneve të ndryshme hidhnin gur të rënd që krisnin dhe përfundimisht shkatëronin edhe muret e trasha. Edhe më tinzare ishte teknika e minierave, mineracho. Inxhinierët e rrethimit gërmonin tunele nën themelet e mureve, duke i mbështetur ato me trar druri. Kur tuneli arrinte mjaftueshëm larg, trarve u vijej zjarri. Kolapsi merrte me vete murin sipër, duke hapur çarje nga ku sulmuesit mund të përparonin. Përgjigjja e ndërtuesve të kështjellave ishte shtimi i shtresave të mbrojtjes. Nëse një mur i vetëm mund të çahej, 2 mure do ta bënin detyrën shumë më të vështirë. Nëse një port mund të rrëzohej, porta të shumta në seri do ta shndërronin çdo pushtim në një betejë të re. Ky arsyetim çoi në zhvillimin e kështjellës koncentrike, forma më e sofistikuar dhe më e frikshme e fortifikimit mesjetar. Kështjella koncentrike braktiste modelin e mbrojtjes unike për të përqafuar një koncept të thellësisë defensive. Shtres pas shtrese pengesash ndërhynin me sulmuesit dhe zemrës së fortesës. Çdo shtres ishte projektuar jo vetëm për të rezistuar, por për t'i ekspozuar pushtuesit ndaj zjarrit të mbrojtësve të pozicionuar në shtresat më të brendshme dhe më të larta. Pengesa e parë që një ushtri armike do të gjente ishte Barbac, një strukturë mbrojtëse e avancuar e pozicionuar përpara edhe hyrjes kryesore të kështjellës. Ajo funksiononte si një lloj parahyre e fortifikuar, një vestibul i vdekjes ku sulmuesit detyroheshin të grumbulloheshin në zjarrin konstant të bedenave sipër përpara se të kishin ndonjë shans për të arritur portën e vërtetë. Barbac kishte muret e veta, kullat e veta, bedenat e veta. Pushtimi i saj nuk do të thoshte pushtimi i kështjellës, por vetëm kalimi i linjës së parë nga shumë linja mbrojtëse. Dhe ndërsa sulmuesit përqendroheshin në thyrjen e mbrojtjes së saj, mbrojtësit në muret kryesore kishin objektiva qartësisht të ekspozuar për shigjetat dhe predhat e tyre. Përveç Barbac, Fosso, Hendeku krijonte një barierë që dukej e thjeshtë, por paraqiste sfida taktike të mëdha për çdo forcë rrethuese. Ky Hendek i madh, shpesh i mbushur me ujë, rrethonte të gjithë fortesën si një humner e pakalueshme. Torres dhe Cerco nuk mund ta kalonin atë.
Arijetes nuk mund të arrinin muret pa ndërtuar më parë ura ose mbushje të improvizuara. Dhe teknika e minjerave bëhej e pamundur kur toka e ngopur me ujë hynte në çdo tunel. E vetmja kalim mbi Fosso ishte Ponte Levadica, ura lëvizse, një strukturë e projektuar me genialitet për të qenë po aq e dobishme në kohë paqeje, saq ishte e padobishme për armiqt në kohë lufte. Në formën e saj më bazike, bëhej fjalë për një platformë druri të përforcuar, e artikuluar në njërin skaj pranë hyrjes së kështjellës. Zinxhirët e lidhur në skajin e jashtëm kalonin përmes rrotullave deri te një mekanizëm i brendshëm, i operuar nga rojet në katin e sipërm të hyrjes. Kur ngrihej, ura shndërrohej në një tjetër barierë vertikale që mbulonte hyrjen, ndërsa hendeku poshtë pengonte çdo afrim. Urat më të mëdha dhe më të rënda kërkonin sisteme kundërpeshash për të ndihmuar në ngritje dhe disa dizajne më të përpunuara përfshinin impulse ose kurthe në rrugë, duke garantuar që edhe nëse sulmuesit arrinin të kalonin një urë të ulur, do të gjenin surpriza të pakëndshme që i prisnin. Duke kaluar urën, sulmuesit do të hynin në kalimin e hyrjes kryesore, një strukturë e njohur si Casa do Porto, shtëpia e portës. Kjo nuk ishte një portë e thjeshtë, por një fortesë brenda fortesës, e projektuar posaçërisht për ta shndërruar pikën e hyrjes më të dukshme në një kurth vdekjeprurës. Pengesa e parë do të ishte vetë porta, masive dhe e përforcuar me hekur. Edhe në sulm konstant me arijete, një portë e ndërtuar mirë mund të rezistonte për orë ose ditë. Nga brenda, një shul i trash druri, i futur në zgavra të gërmuara në muret e gurtë të dyja anëve, pengonte që çdo forcë brutale e jashtme të hapte dyrë. Por edhe nëse porta binte, sulmuesit nuk do të gjenin kalim të lirë. Përpara tyre do të zbriste grila prej hekuri dhe druri e njohur si Saracena, portkulis. Duke rëshitur në shina vertikale të gdhendura në gur, kjo barierë e rëndë mund të binte menjëherë, duke u shndërruar nga kalimi hapur në pengesë të pakalueshme në sekonda. Spikeat e mprehtë në bazë garantonin që çdo person i zënë poshtë në momentin e mbylljes do të paguante një çmim të tmerrshëm. Sistemet e zinxhirëve, rrotullave dhe kundërpeshave lejonin që Saracena të operohej shpejt nga një numër relativisht i vogël rojesh. Në raste urgjence, një mekanizëm lëshimi mund ta bënte atë të binte në peshën e vet me forcë shkatëruese. Disa kështjella kishin 2 ose më shumë Saracena në seri, duke krijuar zona burgosjeje mes tyre. Këto zona burgosjeje përfaqësonin ndoshta aspektin më ogurzi të dizajnit të Casa do Porto. Imagjinoni një grup sulmuesish që arritën të rrëzonin portën e jashtme, vetëm për të gjetur një Saracena që bllokon përparimin e tyre. Ndërsa përpiqen të detyrojnë kalimin, Saracena pas tyre zbret duke i zënë në kurth në një korridor pa rrugdalje. Dhe atëherë vrimat në tavan fillojnë të kenë kuptim. Të ashtu quajturat burakos dhe assassinato, vrimat e vrasjes, u lejonin mbrojtësve në katin e sipërm të hidhnin predha mbi çdo person të zënë në kalimin poshtë. Gur, shigjeta, objekte të rënda të çdo lloji binin mbi sulmuesit që nuk kishin ku të iknin. Disa rrëfime historike përmendin përdorimin e vajit ose ujit të val, megjithse këto praktika ishin ndoshta më pak të zakonshme se sa sugjeron imagjinata popullore, duke pasur parasysh koston dhe vështirësinë e mbajtjes së sasive të mëdha të lëngjeve të nxehta gati për përdorim. Hapjet në muret anësore plotësonin kurthin. Të njohura si seteiras, vrimat e shigjetave, këto çarje të ngushta u lejonin mbrojtësve të qellonin nga afërsia kundër çdo personi në kalim. Të para nga jashtë, ato ishin pothuajse të padukshme. Por nga brenda, ofronin fusha zjarri shkatëruese. Nëse do të arrinin të kalonin këtë korridor vdekjeje dhe të thyenin mbrojtjen e brendshme të Casa do Porto, sulmuesit do të dilnin në ption e jashtëm. Kjo hapësirë e hapur mes mureve të jashtme dhe të brendshme mund të dukej si një frymëmarrje pas tmerrit të kalimit, por përfaqësonte një tjetër kurth të projektuar me kujdes. Ptio i jashtëm dominohej plotësisht nga muret e brendshme, që ngriheshin më lart dhe ishin më të trasha se ato të jashtme. Mbrojtësit e pozicionuar në këto mure të sipërme kishin këndëgjuajtjeje perfekte mbi çdo person në ption poshtë. Nuk kishte mbulim, nuk kishte streh. Sulmuesit ishin të ekspozuar ndaj shigjetave dhe predhave që vinin nga drejtime të shumta njëkohësisht. Disa Casa do Porto ndërtoheshin si gjysmëkulla, të hapura në pjesën e pasme. Kjo zgjedhje dizajni do të thoshte se edhe nëse sulmuesit arrinin të merrnin strukturën, nuk mund ta përdornin atë si pozicion mbrojtës kundër forcave të kështjellës. Në vend të një bastioni të pushtuar, ata do të kishin vetëm një kurth, të ekspozuar ndaj zjarrit të kullave dhe mureve rreth e rrotull. Vetë baza e mureve merrte trajtim të veçantë.
talude, një seksion i pjerrët guri në bazë, shërbente për qëllime të shumta mbrojtëse. Arijetes që goditnin këtë sipërfaqe këndore do të kishin një pjesë të forcës së tyre të devijuar, duke reduktuar impaktin kundër strukturës kryesore. Shkallët e rrethimit të mbështetura kundër taludes qëndronin në kënde të paqëndrueshme, më të prirura për të rëshitur ose thyer. Dhe Torres de Cerzo thjesht nuk mund t'i mbështetnin urat e tyre lëvizse në një sipërfaqe aq të pjerrët. Nëse ptio i jashtëm binte, mbetej ende murala interna, muri i brendshëm, një barierë edhe më e frikshme se e para. Më e lartë, më e trash, e ndërtuar me të njëjtin kombinim të gurit të jashtëm dhe bërthamës me mbeturina e llaç që kishte vërtetuar efikasitetin e tij për shekuj, ky mur përfaqësonte linjën e parafundit të mbrojtjes. Kullat projektoheshin në intervale të rregullta përgjatë këtij muri. Funksioni i tyre parsor ishte të lejonin gjuajtjen anësore, mbrojtësit mund të goditnin sulmuesit që përpiqeshin të ngjitnin murin mes kullave, duke e shndërruar çdo tentativë ngjitjeje në një propozim vetvrasës. Çdo kull ishte në thelb një mini fortesë në vete, me kate të shumta, mbrojtjen e vet, furnizimet e veta. Në disa kulla ndodheshin armaria, depo armësh dhe pajisjesh gati për shpërndarje të shpejtë. Të tjera shërbenin si fjetore për rojet, duke garantuar që mbrojtësit të ishin gjithmonë të disponueshëm përgjatë gjithë shtrirjes së murit. Disa funksiononin si depo ushimesh, municionesh ose materialesh ndërtimi për riparime urgjente. E fshehur në ndonjë pikë të murala interna mund të ndodhej një portë sekrete, e njohur si poterna. Ky kalim diskret, shpesh i maskuar ose i pozicionuar në vende me akses të vështirë, shërbente për qëllime kruciale gjatë rrethimeve. Lajmtarët mund të dilnin diskretisht për të kërkuar përforcime. Zbuluesit mund të ktheheshin me informacione mbi pozicionet armike. Dhe në disa raste, forcat mbrojtëse përdornin poternan për të lëshuar kundër sulme surprizë kundër rrethuesve të pakujdesshëm. Duke kaluar murala interna, arrijej më në fund në ptio interno, zemra e kompleksit të kështjellës. Kjo hapësirë, e mbrojtur nga shtresat koncentrike të mbrojtjes rreth e rrotull, ishte vendi ku jeta e përditshme ndodhte edhe gjatë kohërave të paqes. Stallat strehonin kuaj thelbësor për transport, komunikim dhe luftim të montuar. Punishtet e farktarëve, marangozëve dhe artizanëve të tjerë mbanin armët, armaturat dhe vetë strukturën e kështjellës në kushte përdorimi. Kuzhinat ruanin dhe përgatitnin ushqim për të gjithë garnizonin. Një kapel ofronte hapësirë për rritet fetare që përshkonin jetën mesjetare. Prania e pusit, poço, ishte absolutisht kritike. Pa ujë, asnjë fortesë nuk mund të rezistonte për më shumë se disa ditë. Ndërtuesit e kështjellave investonin burime të konsiderueshme në lokalizimin dhe zhvillimin e burimeve të besueshme të ujit brenda mureve. Duke dominuar ption e brendshëm ngrihej kulla qendrore, mbrojtja e fundit dhe më e fuqishme e të gjithë kompleksit. Në këtë pikë, mbrojtësit e një kështjelle koncentrike në rrethim do të kishin humbur Barbacën, do të kishin kaluar Foson në ndonjë mënyrë, do të ishin përballur me tmerret e Casa do Porto, do të kishin luftuar për ption e jashtëm, do të kishin thyer murala interna dhe kullat e saj, dhe më në fund do të kishin mbërritur në këtë strehë të fundit. Kulla qendrore duhej të ishte aftë të rezistonte edhe kur gjithçka tjetër kishte rënë. Ndërtimi i kullës qendrore pasqyronte këtë përgjegjësi. Mure me trashësi të jashtëzakonshme, të përforcuar në qoshe nga kulla më të vogla që shërbenin si pozicione gjuajtjeje dhe pika vëzhgimi. Dritaret ishin reduktuar në minimum në katet e poshtme, praktikisht inekzistente përveçse si se të i rast të ngushta. Hyrja ishte e lartë, e aksesueshme vetëm përmes shkallëve të jashtme që mund të shkatëroheshin ose mblidheshin. Nëse kulla qendrore zotëronte një ndërtim të avancuar që mbronte hyrjen e saj, kjo strukturë përfaqësonte edhe një pengesë për sulmuesit tashmë të raskapitur nga betejat. E një pasnjëshme. Se të i rast në mure u lejonin mbrojtësve të qëllonin mbi çdo person në shkallët e aksesit. Disa ndërtime të avancuara përfshinin urën e tyre lëvizëse dhe portën, duke miniaturizuar në shkallë më të vogël të gjitha mbrojtjet që mbronin hyrjen kryesore të kështjellës. Brenda kullës qendrore, organizimi vertikal kombinonte nevojat praktike me shqetësimet defensive. Bodrumi ruante furnizimet e nevojshme për t'i rezistuar një rrethimi të zgjatur, drithëra që mund të zgjasnin me muaj nëse ruheshin mirë, mishra të kripur dhe të tymosur, fuqi me verë dhe birë. Nëse kulla kishte pusin e vet, mbrojtësit mund të rezistonin teorikisht pafundësisht, të kufizuar vetëm nga furnizimet e tyre me ushqim. Salo i madh zinte një ose dy kate, duke shërbyer për të njëjtat funksione ceremoniale dhe administrative që kryente në fortesat më të vjetra.
Katet e sipërme strehonin dhomat private, dhomat për mysafir, kapelen private dhe guardarobas. Dhe në maj, bedenat ofronin vizionin final mbi një fushë betejë që, në këtë pikë, do të ishte e mbuluar nga rënojat e rezistencës. Sofistikimi në rritje i kështjellave mesjetare përfaqësonte një garë armatimi arkitekturale të zhvilluar përgjatë shekujve. Çdo teknikë e re e rrethimi gjente përfundimisht kundër masën e saj mbrojtëse, dhe çdo mbrojtje e re përfundimisht tejkalohej nga taktika më të përpunuara. Ky cikël inovacioni prodhoi fortesa me kompleksitet mbresëlënës, por gjithashtu çoi në vjetërimin e tyre përfundimtar. Ndryshimi erdhi jo nga një taktik rrethimi më e përpunuar, por nga një teknologji krejtësisht e re, baruti, pivora. Topat e parë që u shfaqën në fushat e betejës evropiane në shekullin e 14 ishin primitiv, të pasakt dhe shpesh më të rrezikshëm për operatorët e tyre sesa për objektivat e tyre. Por teknologjia evoluoi shpejt. Në shekullin e 15, artilleria e barutit kishte arritur një nivel fuqie dhe saktësie që i bënte të vjetruara shekuj të inxhinierisë defensive. Muret e gurtë që u kishin rezistuar brezave të rrethimeve konvencionale shembeshin në bombardimin e vazhdueshëm të topave. Kullat që kishin dominuar peizazhet për dekada u reduktuan në rënoja brenda pak orësh. Lartësia që kishte qenë avantazh u bë cenueshmëri, duke ofruar objektiva më të mëdhenj për artillerët gjithnjë e më të aftë. Përgjigja fillestare e ndërtuesve të fortifikimeve ishte thjesht rritja e trashësisë së mureve, por kjo zgjedhje shpejt u tregua e praktikueshme. Sasia e gurit të nevojshëm për t'i rezistuar bombardimit modern e bënte ndërtimin ekonomikisht të papërballueshëm dhe strategjikisht të dyshim. Koha e nevojshme për të ngritur fortifikime të tilla tejkalonte çdo afat të arsyeshëm të fushatës ushtarake. Zgjidhja erdhi në formën e një ridizajnimi të plotë të arkitekturës defensive. Fortesat e artillerisë që zëvendësuan kështjellat mesjetare braktisën lartësinë në favor të profileve të ulta dhe të kënduara. Muret e pjerëta devijonin predhat në vend që të thithnin impaktin e tyre. Bastionet e projektuara lejonin zjarr të kryqëzuar mbi çdo pikë afrimi. Këto fortifikime të reja ndërtoheshin ekskluzivisht për luftë, pa asnjë pretendim për të shërbyer si rezidenca. Fisnikëria, e privuar nga kështjellat e tyre si simbole të pushtetit ushtarak, ju drejtua ndërtimit të pallateve, palcios dhe mansjes. Struktura të projektuara për të impresionuar përmes bukurisë dhe luksit në vend që të friksonin përmes imponimit defensiv. Kështjella si rezidencë zotërore dhe fortesë ushtarake u zhduk, e zëvendësuar nga specializimi në ndërtime thjesht rezidenciale ose thjesht ushtarake. Disa kështjella i mbijetuan tranzicionit të shndërruara në rezidenca komode përmes reformave. Të tjera u braktisën ndërsa pronarët e tyre lëviznin në pallate të reja. Shumë u shkatëruan qëllimisht gjatë konflikteve ose thjesht u zhveshën nga gurët e tyre për t'u përdorur në ndërtime të tjera. Ato që mbijetuan të paprekura shpesh gjetën qëllime të reja krejtësisht të largëta nga funksioni i tyre origjinal. Disa u kthyen në burgje, të tjera u bën seli administrative, arkiva ose depo qeveritare. Pak prej tyre mbetën si rezidenca të familjeve fisnike që mbanin titujt dhe pronat e tyre përmes përmbysjeve politike të shekujve pasues. Sot, kështjellat mesjetare të mbijetuara tërheqin miliona vizitorë çdo vit. Turistët përshkojnë vendkalimet ku rojet bënin raundet e tyre shekuj më parë. Fëmijët imagjinojnë kalorës dhe princesha në hapësira që fillimisht strehonin realitete shumë më komplekse dhe shpesh të dhunshme. Përtej tërheqjes së tyre turistike, këto monumente guri ofrojnë dritare të pasvendësueshme për të kuptuar shoqërinë mesjetare. Çdo aspekt i ndërtimit të tyre pasqyron zgjedhje të bëra nga njerëz që përballeshin me probleme specifike të kohës së tyre. Trashësia e një muri tregon histori kërcënimesh të perceptuara. Pozicioni i një setejra zbulon taktika ushtarake të braktisura prej kohësh. Lajuti i një salo të madh dëshmon hierarkitë sociale që formsuan jetët shekuj më parë. Kështjellat na kujtojnë se historia nuk është vetëm për ngjarjet dhe personazhet, por edhe për hapësirat fizike ku jeta ndodhte. Këto struktura nuk ishin vetëm skena për drama historike, por pjesëmarrës aktiv që formsonin se si ngjarjet mund të zhvilloheshin. Një rrethim i zhvilluar kundër një kështjelle të ndërtuar mirë ndryshonte rrënjësisht nga një sulm kundër fortifikimeve të projektuara keq. Mbrojtja e një territori varrej aq shumë nga inxhinieria e fortesave të tij sa edhe nga trimëria e mbrojtësve të tij. Dhe kështu, kështjellat mesjetare mbeten si dëshmi të një epoke ku arkitektura ishte fjalë për fjalë një çështje jete a vdekjeje.
Muret e tyre prej guri i mbajnë histori rrethimesh të mbijetuara dhe betejësh të humbura. Sallat e tyre kanë njehuar me negociata që formsuan fatin e kombeve. Duke ecur nëpër korridoret e tyre sot, pothuajse mund të ndjejmë peshën e kësaj historie në çdo gur të pozicionuar nga duar të zhdukura prej kohësh. Nëse keni mbërritur deri këtu në këtë udhëtim përmes fortesave mesjetare, tashmë keni treguar të njëjtën frymë investigative që i çojnë ndërtuesit e lashtë të zhvillonin mbrojtje gjithnjë e më të përpunuara. Ashtu si ata ndërtuan shtresa mbrojtjeje rreth kështjellave të tyre, ju mund të ndihmoni në forcimin e këtij kanali duke u regjistruar dhe duke lënë një koment se cili aspekt i inxhinierisë mesjetare ju zgjoi më shumë kuriozitetin. Çdo pëlqim dhe çdo shpërndarje ndihmon në dërgimin e këtyre historive të së kaluarës të më shumë njerëz në të tashmen. Dhe nëse njihni dikë të magjepsur pas historisë dhe arkitekturës, konsideroni t'ia hapni dyert e kësaj njohurie edhe atij personi. Fundja, fortesat më të mira kanë qenë gjithmonë ato të ndërtuara me ndihmën e shumë duarve që punojnë së bashku.